Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Sasho Klekovski, paralajmëron se numri i rasteve të reja të raportuara nga epidemia në Gostivar është 109. Në këtë kusht është vendosur mbikëqyrje e përforcuar për fazën akute të pandemisë me qëllim monitorimin e sëmundjeve infektive që mund të shfaqen. Klekovski u bëri thirrje mjekëve të familjes dhe institucioneve shëndetësore në Gostivar që të fokusohen në sfidat e ardhshme, veçanërisht në monitorimin e hepatitit A dhe E, por dhe sëmundjeve të tjera infektive që mund të shfaqen pas epidemisë. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut kritikojnë qeverinë se me ribalancimin e buxhetit ka treguar se ignoron interesat e shqiptarëve. Përmes një deklarate për mediat nga BDI thonë se shifrat flasin për ulje të mjeteve për zhvillim të barabartë rajonal. Opozitare shqiptare vlerëson se buxheti i shtetit nuk mund të jetë instrument i favorizimit politik, por instrument i zhvillimit të barabartë dhe i drejtësisë për të gjithë qytetarët. Kur refuzohet financimi për klinikën universitare të Tetovës, nuk sigurohen mjete shtesë për spitalin e Këshovës, kur nuk mbështetet zhvillimi i barabartë rajonal dhe kur mungon transparenca për projekte kapitale nëpër komuna, atëherë qytetarët hyjnë me të drejtë, a trajtohen shqiptarët me të njëjtin standard si qytetarët tjerë të Republikës së Maqedonisë. Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitreska Koçovska, vlerësoi se ribalancimi i buxhetit siguron për shpejtim shtesë të investimeve kapitale. Para deputetëve, Koçovska tha se ndryshimet janë të orientuara drejt vazhdimit të politikave për stabilitet ekonomik dhe zhvillim. Zhvillimet politike vazhdojnë të ndikojnë ekonominë botërore, ndërsa efektet e tyre ndihen edhe në rrjetat ekonomike vendore dhe në realizimin e buxhetit për vitin 2026. Për këtë arsye, me ndryshimet e propozuara, harmonizojmë supozimet makroekonomike dhe projekcionet fiskale para së gjithash në anën e shpenzimeve të buxhetit, tha Gordana Dimitreska Koçovska. Qeveria javën e kaluar miratoi ribalancimin e plotësuar të buxhetit me amendamentet e pranuara nga Komisioni për Financim dhe Buxhet. Debati për korrigjimin e arkës shtetërore sipas rregullores së Kuvendit mund të zgjasë 5 ditë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Autoriteti i konkurrencës në Shqipëri vendos masa dhe detyrime të reja ndaj operatorëve Vodafone Albania dhe One Albania në tregun me pakisë të shërbimeve celulare. Brenda 90 ditëve nga operatorët kërkohet të ofrojnë paketa të veçanta dhe më të favorshme për pensionistët dhe studentët e moshës nga 18 në 23 vjeç. Operatorët duhet të garantojnë që paketat më ekonomike të jenë të disponueshme dhe në pikat fizike të shitjes dhe jo vetëm përmes aplikacioneve apo kanaleve digjitale. Shkak janë bërë rritjet progresive dhe të përafërta të çmimeve, ngjashmëri të larta ndërmjet paketave të operatorëve, reduktimi i ofertave me çmime më të ulta, si dhe mangësi në dokumentacionin e kostove që justifikojnë ndryshimet tarifore. Deputeti e Partisë Demokratike dhe kryetare e Komisionit për Çështjet Evropiane, Jurida Tabako, deklaron se pasiguria institucionale, korrupsioni dhe mungesa e konkurrencës po pengojnë investimet të huaja në Shqipëri. Referuar raportit të OSAC-it nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Tabako vlerëson se gjetjet tregojnë për një krim të regjistruar me një rritje me rreth 17%, ndërsa problematikat e sigurisë reflektohen edhe në mjedisin ekonomik dhe në pastrimin e parave në sektor të ndryshëm. Megjithatë, deputetja demokrate vlerëson se shqetësimi më i madh për investitorët potencial nuk është vetëm siguria fizike, por pasiguria institucionale. Policia e shtetit në Shqipëri u bën thirrje qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm në mesazhet mashtruese që mund të vinë në celular. Synimi i tyre është marrja e llogarive të WhatsApp-it përmes lidhjeve të pavërteta. Përdoruesit i kërkohet të vendosë kodin 6 shifror të verifikimit të WhatsApp-it dhe më pas ky kod përdoret nga autorët për të regjistruar llogarinë në një pajisje tjetër dhe për të marrë kontrollin e saj. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.